Sot do t'ju flas për vetminë dhe qëndrimin vetëm. Shumë njerëz e perceptojnë vetminë si diçka të keqe, si vetmia është dëshkim, izolim perceptohet si njëri i keq e këto të tjera. Por në fakt, po të mendosh ndryshe në një perceptim tjetër dhe një këmbështrim tjetër, vetmia është mundësi e artë, po të njohur veten, po të reflektuar me veten, po të shëruar emocionalisht dhe shpirtërisht, po të ndryshuar veten. Pra mundësi e mirë për rritje personale dhe shpirtërore, gjithashtu edhe profesionale. Pra duhet kuptoni që vetmia nuk është as pak e keqe, por kundrazi është gjë e mirë, sepse është dhuratë që të rriteni, kuptoni dhe të mësoni dhe të përparoni. Pra nëse don që të kesh sukses, disa rrugë duhet i bësh vetëm në jetë. Pa shokë e miq, shoku, shoqe, familje, vetëm ti dhe Zoti. Qëndrimi vetëm është forcë, dhuratë. Vetmia është mundësi për sukses. Është privatësi. Është diçka e mirë nëse zgjedh ta besosh se është e mirë për ty. Varet nga perceptimi, këmbështrimi dhe ajo që beson. Pra po ta përmbledhur, nëse zgjedh ta perceptosh mirë edhe ta besosh edhe të veprosh për mirë, atëherë vetmia dhe qëndrimi vetëm është barës me për rritje personale dhe shpirtërore edhe mundësi më të mëdha për suksesën e jetë.